Kjo është fluturakja e parë në Kosovë. Ky kalon mbi 200 km/h, është 250. Kena edhe një ide për me bu një fluturake autoktone, domethënë modelioni. Këto mund të përdorë edhe shteti për mbrojtje nëse don. Shënjestër.net. Parën e kemi fillu me këton këtu, kjo modeli F-22-shit, aeroplan amerikan, i kemi bërë thuajse një 150-60 fluturime me to. Edhe kemi kalu pasaj të F-22-shit Junior, këton i kena 130 km/h, 140, po, i pari. Ky ta shiko dy motora ku tani kena zhvendosur dy motora. Ky kalon mbi 200 km/h, është 250 plus minus. Thuaj se deri në 5000 metra shkojnë këta. Edhe tash qëllimi është qysh me dalë në finalen ku teknologjinë që e ndërtojmë për këton, që ka të bëjë shumë me inteligjencë artificiale, se qysh shkon ky pa pilot prej Prishtinës, prej Gilanit në Prishtinë, qysh kthehet. Qysh e kalojmë aton tash në finalen, i cili është F-22-shi senior na i thomi, ky o më i madh siç e shihni, edhe ky ka një material pak më të sofistikuar. Këto mund të përdorë edhe shteti për mbrojtje nëse don. Nëse ky do me bart shembull diçka të shëndetësisë, do me bart do barna prej Gilanit në Prishtinë, dikush do të smur atje, edhe ti për 10 minuta do mi qiu shembull. Apo kupton, pa pilot i dërgon, aterron i marrin, kthehet ose ana sjellta. Kena edhe një ide për me bu një fluturake autoktone, domethënë modelioni. Funksioni që ka me bojo ka më qenë më interesant, edhe besoj që kena me arrit me bu sa më të avancuar që mujna. Ky do të ketë domethënë dy motora ka gjë më të fuqishëm, se me pas parasysh, nuk i ka me flutra, këta e motora tjerë. Do të shpresojmë që mbas testimeve tona deri në 300 km/h do të qonë këtë objekt prej Gilanit në Prishtinë. Kanali i komunikimit i gjitha fluturakeve që i kemi me bazën jena duhet qu përmes radiofrekuencave, jo përmes internetit për shkak sigurisë. Na jemi të ndërtu prototipe, se me ndërtu finalen, materiali duhet më konë ndryshe, motora duhet më konë më të mëdhej. Me qëndru një aeroplanit ti, ende jena me bateri. Dhe më konë këta me bateri shkojnë gjysore, 40 minuta, mbaret prej çfarë aeroplani është, sa i madh, sa pesh po qënë. Nëse do një fluturake e tillë me shku 20 orë në ajër, atëherë duhet me dalë jashtë baterisë, duhet me dalë me gazolinë. Këto mrena jënë printu me 3D printerat tonë, edhe jënë lidhë do me thonë me elektronikën edhe softwarein tonë. Tash për tash, këtë mikrokontrollerin ose trunin që i thojmë na, është një pajisje e tillë, okay? Kjo është e njohur në botën e IT-s, s'do me thonë që është finalja, mirë po quhet Raspberry Pi, që e njohim botë IT-s. E ka edhe inteligjencën artificiale tonën në to, që duhet ka gjatë fuqi e computing power. Se shembull shteti, policia shprehin nga dëshmëri me i zhvillu këto për mbrojtje, na e vazhdojmë për mbrojtje. Nëse e komercializojmë këton për diçka tjetër, na e vazhdojmë atë drejtim. Këtë varet tash për drejtimit që shkojmë. Shënjestër.net